Vlora si një qytet bregdetar ka të zhvilluar ndër vite sektorin e peshkimit. Niko Dumani, ambientalist, thot se ekosistemi ujor brenda dhe jashtë gjirit të Vlorës shfrytëzohet për peshkim në disa mënyra, por problemi sipas tij është peshkimi me lëndët plasëse. Megjithse rastet në numër janë më të ulta se vitet e kaluara, Dumani thot se peshkimi me dinamit vazhdon kryesisht pranë gadishullit të Karaburunit. Pasojat e dinamitit në ekosistemin ujor sipas Dumanit janë shkatërruese për florën dhe faunën. Tani me gjitarët amatorë vëret një gjë. Është mirë gjyëtia amatorëve me grep, por kemi gjyëtin amatore që shkojnë në thellësi dhe sidomos ata persona, ata peshkatar që përdorin mjete zhytëse dhe përdorin dhe mjete eksploduese. Përsa i përket sa çështjes së fundit, perceptimi që kam unë dhe nga informacioni që kam, është reduktuar shumë në krahasim me disa vite më parë. Por ajo zhvillohet në mënyrë sporadike. Ka tek këtu dhe kryesisht to bën në zonën e Bregdetit të Karaburunit, nga persona që janë të pajisur me veshje me kostume të zhytje dhe her pas here dëgjohen dhe pas. Tani lidhur me pasojat. Një shpërthim nuk vret peshqit e mëdhenj, por shkatëron të gjithë tufat e peshqve që janë në rritje e sip. Duke bërë një eksplodim jashtë sezonit të riprodhimit, atëherë duke azësuar masat e peshkut riprodhuese, atëherë do të thotë që ne paksojmë rigenerimin e masave të peshkve pasardhës. Të tëra këto përbëjnë një konflikt të cilat kërkojnë një kontroll, por do të themi që ka institucione përkatës dhe nivelli institucione përkatës për kontrollin edhe të gjyëtisë së peshkimit vazhdon. Ata pretendojnë për vështirësitë e tyre, sepse vështirësitë nuk janë thjesht të një institucioni por shumë të drejtorisë së peshkimit, por janë global në gjithë institucionet e tjera që ekzistojnë për mbrojtjen e përgjegjësisë të mjedisit, jo vetëm detar, toksor, ajror e të tjerë. Dumani tregon se sasia e peshkut po zvogëlohet gjithmonë edhe më tepër për shkak të kocave, anijeve të mëdha të peshkimit, që futen në brendësi të gjirit të Vlorës dhe hedhin rrjeta qindërmetroshe që përfundojnë deri në tabanin e detit duke ngordhur qindra specie ujore. Izobati 0 deri në 30 metra është i mbrojtur dhe absolutisht sipas Dumanit nuk duhet peshkuar në këtë thellësi. Kjo lloj mënyre peshkimi dëmton këtë sektor pasi ndikon në zinxhirin ushqimor. Problemi i peshkimit industrial është i përcaktuar në ligj. Ato teknologjia atyre është me rrjeta tërheqëse, zvarritëse, por janë të kufizuara lidhur me thellësinë e ujrave detare. Ata duhet të peshkojnë me këtë mënyrë me këto anije, jashtë kufirit të kufizuar dhe nuk e kam shifrën të saktë se nëse ka ndryshuar. Por çfarë ndodh? Ata shkelin këtë dhe hyjnë në gjyëtim me rrjeta zvarritëse. Brenda këtij izobati shkojnë në thellësinë 10 metra dhe 15 metra. Izobati nga 0 deri në 30 metra konsiderohet i mbrojtur sepse është bazë e riprodhimit të shumë llojeve të peshqve, është bazë ushqimi dhe bazë migrimi. Vinë, ushqen një pjesë dhe migrojnë drejt thellësisë. Po patjetër kjo dëmton jo vetëm peshkimin, jo vetëm pakson riprodhimin e peshkimit e peshqve, por edhe të llojeve të tjera invertebrose që janë molusqet, edhe lloje të tjera që janë ushqyese për organizma të tjerë, për shembull, lëndë ushqyese për molusqet janë për disa lloje peshqish që janë dentalet për shembull, dhe kështu në këtë varg, në këtë zinxhir u pritet zinxhiri i ushqimit. Tani masat janë përcaktuar në ligj. Problemi nuk është tek masat, sesa tek zbatimi dhe kontrolli rigoroz i zbatimit të legjislacionit ekzistues. Për zhvillimin e sektorit të peshkimit ka një legjislacion të posaçëm i cili përcakton periudhën që nuk duhet peshkuar, thellësinë që duhet të hidhen rrjetat, por edhe mënyrën e peshkimit. Legjislacion ky që për shkak të mungesës së monitorimit dhe kontrolleve nuk zbatohet.